Dhe thot Allahu xhelle shanuhu, i thret njerëzit me hije në xhennet. La ilaha illallah. Inshallah ne mos Zoti më përjetuar këtë ndjenjë çdo njeri që thot pak të mirë në jetën e vet. La ilaha illallah. E për shumë pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë gjendje thot çohen njerëzit me u drejtu drejt xhennetit. Po shohin me që shokë, dashamire, familjar, Zoti na rujt, që janë drejtu drejt xhehenamit. Dhe nalen. Allahu xhelle shanuhu po ju thot, hajdeni futuni në xhennet, pse jeni nal, çka po pritni? Po në Zot, po do shok e do familjar tënd, nuk ko kanë grupin tënd, pishohun në onën tjetër anena. Po ata s'kan bo vepra për xhennet. Ato që e kemi thonë ma heret se Allahu nuk e ndeshkon kërkon se cilin ndeshkon vetën e vetë me veprat e veta. Dhe tu afru oferderës xhennetit, tu javukojt hallin atyne, tu e pos dertin e tyne, dhe nole, nuk hinë xhennet. Edhe për i thujnë Zotit o Zot, ju, nuk hinë pa ata. Allahu për hotër që e kanë meritu xhennetin ata, ju thujnë po, afrohuni pro, merrni edhe shok të ju. La ilaha illallah. Që kjo është vlera e shoqërisë. Afrohuni, merrni edhe shok të ju. Edhe pse jënë të shku drejt xhehenamit. Madje po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, do njërit prej atyre edhe nëse i kanë sharru komt në zjarr xhehenamit, kanë me kopë me ngrej me tërhiq, edhe me nxjerr e marr me veti në xhennet. Allahu na i mësoft, ja Rabbel Alamin. O Zot, mësona me dash njëri tjetrin për hir të Zotit xhelle shanuhu. O Allah, mësona me pas shoqëri të hajrit edhe shoqëri të mirë. O Zot, mësona me u shoqëruar me njerëz të hajrit dhe me njerëz të mirë. O Zot, na mëso që të kemi kësi shok dhe kësi shoqërie të cilit na shpëtojnë e na ndihmojnë, qoftë në dunja, qoftë në momentet e vdekjes, në faljen e namazit të xhenazës, qoftë me u lut për neve mas vdekjes, qoftë ditën e gjykimit me na fut në hijen edhe në mbrojtjen e Allahut xhelle shanuhu, a ditë kus do të ketë hije dhe mbrojtje tjetër përveç Allahut xhelle shanuhu, po qoftë edhe që s'futen në xhennet pa neve, sadakallahu l-azim.